Kosova Press ka bërë publike emrat e 53 viktimave të terrorit serb të vrarët masakruar në vendin e quajtur Ura Belajes në mes të fshatrave Bellacërke, Celin dhe Rugov. Këta janë nga familja Popaj, Nazmiu, Nesimi, Shëndeti, Agoni, Aslani, Ethemi, Kreshniku, Hazeri, Bedrushi, Abdullahu, Murseli, Sahiti, Behluli, Isupi, Vehapi, Mehmeti, Gjaviti, Rustemi, Hysniu. Nga familja Zhunici janë ekzekutuar Eshrefi, Fatosi, Labinoti, Muhameti, Reshiti, Bilali, Shemsiu, Muharremi, Gjemajli, Bajrami, Abedini, Hima, Destani, Qamili, Hasimi. Nga familja Fetoshi, Hysniu, Dushi, Fatmiri, Halimi. Janë ekzekutuar dhe Habib Shaqir Gashi, Murat Berisha, Musa Qazim Berisha, Dzaje Ibrahim Kelmendi Morina, familja e Çlirim Qamil Zhuniqit me gruan dhe 3 fëmijë, si dhe familja e Albert Spajut nga Opterusha, 6 anëtarshe, 2 të moshuar e 4 fëmijë. Kjo listë është shumë më e gjatë. Konfirmohet po ashtu se 33 veta mbrëm janë varrosur në vendin e ngjarjes të Ura Belajes, kurse 2 janë të varrosur në Xërxe, Alban Remzi Popaj, Hysni Smail Popaj. Në njoftim thuhet se Albani dhe Hysniu kanë qenë të plagosur dhe kanë vdekur nga plagët e marra.